Në fshatin e vogël Buzlumit, ku kodrat mbuloheshin me gjelbërim dhe rruga kryesore ishte shtruar me gur të vjetër që mbanin kujtimet e qindra dasmave të tjera, atë ditë gushti gjithçka duke i mbushur me gëzim. Familja e Dhëndrit kishte zbukuruar oborin e madh me flamuj të bardhë e të kuq, me drita shumëngjyrëshe që lidheshin prej një muri tek tjetri, dhe me një tent të bardhë të ngritur mbi tavolina ku do uleshin mbi 300 të ftuar. Në ajër ndjehej era e mishit që pishin ngadalë në hell, ndërsa fëmijët vraponin mes tavolinave ende bosh, duke bërë zhurmë me fishkëllima plastike që u ishin shpërndar nga një kushëri. Në qendër të gjithë këtij gëzimi, Nusja po përgatitej në shtëpinë e saj disa kilometra larg. Ajo quhej Elira, një vajzë 23 vjeçare me sy të mëdhenj ngjyrë kafe dhe me flokë të gjatë deri në shpinë, që ato ditë i kishte lyer me të artë. Shumë kush në fshat e konsideronte vajzën më të bukur të brezit të saj. Kishte qenë studente në Prishtinë, ku kishte ndjekur shkencat juridike, por pas pandemisë ishte kthyer përsëri në fshat pranë familjes. Të gjithë thoshin se ajo ishte me fat, sepse Dhëndri Liridoni vinte nga një familje me emër që kishte tokë, shtëpi të madhe dhe një biznes të vogël ndërtimi. Familjet ishin njohur prej kohësh dhe gjithçka kishte ecur sipas zakoneve, fillimisht vizitat e prindërve, pastaj fejesa, pastaj përgatitjet për dasmën që tashmë kishte mbushur me thashethe me gjithë fshatin. Në dhomën ku Elira po bëhej gati, gratë e afërta e rrethonin si engjëj. Tezja e saj, një grua e gjallë me fytyrë të prerë, i rregullonte fustanin e bardhë duke i thënë: "Mos u shqetëso, gjithçka do shkojë bukur. Do shoh sa madhështore do jetë kjo dasmë." Ndërsa motra e vogël, një vajzë 15 vjeçe me kurreshtje në sy, i shite me adhurim të gjitha ato bizhuteri e dekorime që i shkonin për shtat. Por Elira nuk po ndjente të njëjtën gëzim që i rrethonte të tjerët. Zemra i rrite fort, duart i dridheshin dhe her pas here e kapte fryma. Ajo shikonte fytyrën e saj në pasqyrë dhe pyeste veten: "A jam vërtet gati për këtë? A është kjo jeta që dua?" Por asnjë nuk ja lexonte mendimet. Për të gjithë, ajo ishte Nusja e lumtur. Në shtëpinë e Dhëndrit, Liridoni priste i veshur me kostumin e zi, me këmishë të bardhë dhe kravatë ngjyrë blu të errët. Ai ishte djalë i gjatë, me trup atletik, që gjithmonë kishte qenë i respektuar për sjelljen e tij të qetë dhe fjalën e matur. Shumë shokë e konsideronin djalë për shtëpi, dhe për këtë arsye askush nuk dyshonte se ai do ishte bashkëshorti për kryer. Ai buzëqeshte, përshëndeste mysafirët, por edhe ai, në mënyrën e tij, ndjehej i përhumbur. Mendonte se po hynte në një jetë të re, ku përgjegjësitë do ishin të mëdha. Nuk e njihte shumë thellë Elirën, sepse marrëdhënia e tyre ishte zhvilluar kryesisht në vëzhgimin e prindërve, por besonte se me kohën do ta donte më shumë. Dasma nisi me muzikë. Dy orkestrina ishin porositur, njëra për këngët popullore kosovare, tjetra për muzikën moderne. Burrat pinin raki dhe shtrëngonin duart fort, gratë rinin në grup dhe shikonin me sy kritik çdo detaj, ndërsa djemtë rinj filmonin çdo moment me telefonat e tyre. Shumë fshatar kishin ardhur thjesht për të parë spektaklin, sepse ishte e ditur se kjo do ishte një nga dasmat më të mëdha të verës. Në sytë të gjithëve, çdo gjë shikonte sipas rregullit. Kur makina e zbukuruar me fjondo të bardha dhe me busheta trëndafilash të kush arriti në oborin e Dhëndrit, të gjithë u ngritën në këmbë. Elira zbriti nga makina, e shoqëruar nga dy shoqet e saj më të ngushta. Të gjithë filluan të duartrokasin, ndërsa kameramani regjistronte çdo hap të saj. Në fytyrën e saj shkëlqente buzëqeshja, por syti kishte të lagur. Ajo shikonte përreth sikur kërkonte diçka ose dik, sikur zemra e saj po e thërriste drejt një drejtimi tjetër. Askush nuk e kuptoi këtë. Ceremonia vazhdoi. U kënduan këngë, u hodhen vallëzime, u ngrit dollia e parë. Por ndërsa të gjithë festonin, Elira ndiej gjithnjë më e mbytur. Në një moment, ajo u largua ngadalë nga tavolina e saj, duke u justifikuar se donte të rregullonte fustanin. Askush nuk i kushtoi vëmendje, por ajo nuk shkoi drejt dhomës ku po ruhej dhurata. Ajo mori një rrugica anësore, duke ecur me shpejtësi dhe doli nga obori. Zemra i rrite si daule, këpucët e saj të bardha i rëndonin mbi gurët e shtruar. Pak metra më larg, një makinë e zezë po e priste. Pas timonit ishte një burr i ri, rreth të 30-tave, me flokë të zeza dhe me një fytyrë të ashpër por tërheqëse. Ai nuk ishte i panjohur për të. Ishte Arbeni, dikur dashuria e saj e fshet, i cili kishte jetuar në Gjermani për disa vite dhe sapo ishte kthyer në Kosovë. Elira nuk ishte pushuar kur se menduari për të, edhe kur ishte fejuar me Liridonin. Dhe tani, në momentin më vendimtar të jetës së saj, ai ishte aty i gatshëm ta merrte larg. Pa thënë asnjë fjalë, ajo hapi derën e makinës dhe hyri brenda. Arbeni e pa në sy dhe i tha: "A je gati? Po ikim tani, nuk ka kthim pas." Ajo po dridhej, por e dinte se nuk kishte më kohë për të menduar. Vetëm pohoi me kokë. Makina u nis me shpejtësi, ndërsa pas pak minuta në oborin e dasmës, njerëzit filluan të shihnin se Nusja nuk po dukej gjëkundi.
Në fillim menduan se kishte shkuar për t'u qetësuar. Pastaj nisën thashë themet, ndoshta nuk po ndjej mirë, ndoshta kishte shpërthyer në lot nga emocionet. Por kur kaluan gati 20 minuta dhe asnjë nuk e gjeti, paniku shpërtheu. Liridoni u ngrit në këmbë, i zbes në fytyrë dhe tha: "Ku është Nusja? Ku është Elira?" Askush nuk dinte ç'të thoshte. Muzika u ndal pa pritur, të ftuarit nisën të përshpërisnin. Një dasmë që kishte nisur me aq madhështi, po kthehej në një skandal që do të përflitej në gjithë Kosovën, në oborrin e mbushur me tavolina, ku vetëm pak çaste më parë këngët kishin buqitur dhe njerëzit kishin ngritur dolli, tani mbretëronte një heshtje e rëndë. Fëmijët që ende nuk kuptonin asgjë po vraponin me balona, ndërsa gratë nisën të shikonin njëra tjetrën me sy të shqetësuar. Dikush guxoi të thoshte me zë të ulët: "Mos vallë ka ndodhur diçka? Mos është sëmur Nusja?" Por askush nuk dinte të jepte përgjigje. Liridoni, i cili qëndronte në mes të turmës, ndjej sikur toka po i rrëshiste nën këmbë. Zemra e rrite me forcë, syt i kërkonin çdo cep të oborrit, por Elira nuk ishte askund. Nëna e dhëndrit, një grua me fytyrë të ashpër dhe zë të prerë, u ngrit dhe bërtiti: "Kush e ka parë Elirën? A ka ikur dikush pas saj?" Por askush nuk guxonte të fliste. Disa burra nisën të kontrollonin dhomat e shtëpisë, duke hapur çdo derë me nxitim, ndërsa gratë ndiqnin pas, duke bërë kryshe duke përshpëritur lutje. Kameramani, që deri atëherë filmonte çdo gjë, la kamerën në tokë dhe filloi të ndiqte me sy njerëzit, i hutuar nga ajo që po ndodhte. Pas gjysmore kërkimesh, kur të gjithë e kuptuan se Nusja nuk ishte brenda shtëpisë, e vërteta filloi të qarkullonte si një rufe. Dikush kishte parë një makinë të zezë që u largua me shpejtësi nga rrugica pranë oborrit. Një tjetër tha se brenda saj kishte parë një burr të ri që nuk ishte pjesë e dasmës. Të tjerët filluan të përshpërisnin emrin e Arbenit, djalit që dikur kishte qenë i afërt me Elirën. Dhe atëherë gjithçka mori kuptim të zymt. Një zhurmë shpërtheu. Burrat nisën të bërtisnin, gratë të qanin, disa të rinj të inatosur kërkonin të merrnin makinat dhe të ndiqnin Nusën e ikur. Liridoni mbeti i ngrirë. Nuk arrinte të besonte se në ditën e tij më të madhe, në sy të gjithë fshatit, Nusja e tij kishte zgjedhur ta ratisej me dik tjetër. Turpi e përvolonte më shumë se dhimbja. Ishte sikur dikush e kishte zhveshur para të gjithëve, duke ja hedhur në fytyrë gjithë poshtërimin. Prindërit e Elirës, që ndodheshin mes të ftuarve, u ngritën me fytyra të bardha si letra. Nëna e saj rapa ndjenja, ndërsa babai u përposhta mbante me duar, duke mos ditur nëse duhej të çante apo të mallkonte. Për të, kjo nuk ishte thjesht turp, por një tragjedi. Ai ndjente se gjithë jeta që kishte ndërtuar, emri që kishte mbrojtur me sakrifica, po shkërmoshin në pak minuta. Fshatarët filluan të shpërndaheshin. Disa të rinj qeshnin fshehurazi, të tjerë tunin kokën me keqardhje, ndërsa gratë e moshuara përsërisnin: "Kjo është shenja e keqe, nuk ka ndodhur kurrë diçka e tillë." Për ta, një dasmë pa Nuse ishte një mallkim, një turp që do mbetej i shkruar në kujtesën e brezave. Në mes të gjithë kësaj rrëmuje, Liridoni me sy të përlotur u ul në një karrige dhe tha me zë të ulët: "Ajo më ladh para të gjithëve." Asnjë nuk guxoi t'i afrohej. Babai i tij, që deri atëherë kishte ruajtur dinjitetin, shpërtheu: "Kjo nuk do mbetet kështu. Do ta gjejmë. Do të përgjigje për turpin që na solli." Ndërkohë, Elira dhe Arbeni po udhëtonin me shpejtësi nëpër rrugët e errëta që të çonin drejt Prishtinës. Në makinë mbretëronte një heshtje e rëndë. Arbeni shtrëngonte timonin me duar, ndërsa Elira shite nga dritarja, e mbërthyer nga frika dhe adrenalina. Zemra e saj i thoshte se më në fund kishte marrë vendimin që gjithmonë kishte ëndërruar, por mendja e paralajmëronte për pasojat e tmerrshme që do sillte ky veprim. Në fshat, ndërkohë, nata vazhdoi e trazuar. Mysafirët u shpërndan, muzika nuk u ndez më, tavolinat mbeten gjysmë të ngrëna. Të nesërmen, gjithçka do ishte lajm në tërë Kosovën. Por ajo që ndodhi atë natë nuk do harrohej kurrë. Nusja iku nga ceremonia, duke lënë pas një plagë që nuk do shërohej lehtë. Liridoni nuk flinte atë natë. Çdo zhurmë e vogël e bënte të dridhej, dhe mendimi për Elirën e ndiqte si një hije që nuk largohej. Në telefon nuk kishte asnjë përgjigje, çdo mesazh i dërguar mbetej i paqartë, duke e thelluar ankthin. Familja e tij përpiqej të qëndronte e bashkuar, por çdo fjalë ishte ngatëruar me frikë dhe humbje shprese. Ndërkohë, Elira dhe Arbeni ndalonin në një motel të vogël jashtë qytetit. Dritat e zbeta të neonit hedhnin hije mbi fytyrat e tyre të lodhura. Arbeni u ul në shtratin e dhomës, ndërsa Elira qëndroi pranë dritares, duke i mbajtur duart e saj të dridhura. Nuk kishte pasur nevojë për fjalë, të dy e dinin që vendimi që kishin marrë nuk kishte kthim pas. Por pavarësisht gëzimit të parë që ndjenin, një frikë e thellë po ngrihej brenda tyre, frika e ndëshkimit, reagimeve të familjeve e gjykimit të njerëzve që nuk do ta kuptonin kurrë. Në fshat, babai i Liridonit kishte marrë një vendim.
Ai nuk do të lejonte që turpi të kalonte pa marrë hak. Një grup burrash të ngushtë u organizuan për të ndjekur makinën e dy të rinjve, duke u nisur drejt Prishtinës me shpresën se do ta ndalonin këtë rrëfim të çuditshëm dashurie dhe rebelimi. Në rrugë, nata ishte e errët dhe vetëm dritat e makinave shkëlqenin në asfaltin e lagut nga shiu. Por Elira dhe Arbeni nuk ishin të papërgatitur. Ata kishin planifikuar çdo detaj dhe çdo devijim i mundshëm nga rruga e tyre ishte parashikuar. Frika dhe adrenalina i mbante të bashkuar, por çdo kilometër që largoheshin nga fshati ishte një hap më afër pasojave të padukshme që do të ndryshonin jetën e tyre. Dhe ndërsa nata po përparonte, një ndjenjë e çuditshme kishte filluar të përhapej, ndoshta ishte emocion, ndoshta paralajmërim. Diçka po vinte, dhe asnjëri prej tyre nuk mund ta dinte se çfarë do të kishte më parë. Në fshat, lajmi për arratisjen e Elirës ishte përhapur si zjarr në bar të thatë. Banorët diskutonin në grupe të vogla, disa me keqardhje, disa me mëllef. Liridoni rrinte në oborrin e shtëpisë së tij, duke u përpjekur të mbante veten, por brenda tij gjithçka digjej. Ai e dinte se zemra e tij ishte thyer, por më rënd se dhimbja ishte ndjenja e poshtërimit, sikur gjithë shoqëria e fshatit po e gjykonte dhe po e dënonte me sytë e tyre. Babai i Liridonit, një burr i respektuar dhe i fortë, thirri disa fshinj dhe të afërm për të ndjekur të rinj që ikën. Nuk mund ta lëm kështu, tha ai me zë të thellë, që drite çdo dhomë ku hynte. Ky nuk është thjesht një turp familjar, por një shkelje e ndershmërisë dhe respektit. Do ta gjejmë dhe do të kthejmë atë që na takon. Ndërkohë, Liridoni rrinte vetëm, duke vështruar rrugën që çonte në Prishtinë. Secila makinë që kalonte e bënte zemrën e tij të rrite më fort, çdo dritë që shkonte errësirën i ngjante një paralajmërim të pashpjegueshëm. Ai ndjente një përzierje zemërimi dhe dhimbjeje, një dëshirë të çuditshme për të kuptuar se pse Elira e kishte bërë këtë zgjedhje. Por përgjigjet nuk vinin, vetëm heshtja e fshatit që kishte mbetur e tronditur. Në qytet, Elira dhe Arbeni u futën në një hotel të vogël, ku dritat e neonjut reflektonin mbi fytyrat e tyre të lodhura dhe të shqetësuara. Arbeni u ul pranë dritares dhe nisi të planifikonte hapat e mëtejshëm. Duhet të jemi të kujdesshëm, tha ai. Nëse dikush na ndjek, gjithçka do të përfundojë keq. Por fjalët e tij nuk e qetësuan Elirën. Ajo ndjente se veprimi i saj i papritur kishte ndezur një zinxhir të pakthyeshëm ngjarjesh. Një pjesë e saj ndjente gëzim për lirinë e fituar, por një tjetër pjesë dridhej nga frika e reagimeve që do vinin, jo vetëm nga familja e saj, por edhe nga shoqëria që e kishte rritur dhe gjykuar. Natën e dytë, në rrugët e errëta të Prishtinës, Arbeni dhe Elira përjetuan tensionin e heshtjes. Ata ndaluan në një stacion karburanti të harruar, ku u ulen për të marrë frymë. Zërat e largët të makinave dhe ndonjë këmbësor i rastit ishin gjithçka që dëgjonin. Aty, larg çdo dukuri njerëzore të njohur, ata folen hapur për frikën dhe dëshirat e tyre. Elira rrëfeu se kishte dashur gjithmonë një jetë të lirë, një jetë ku vendimet e saj nuk do të diktoheshin nga pritshmëritë e të tjerëve. Arbeni e mbajti dorën, duke kuptuar se kjo dashuri ishte e përzishme, por e rrezikshme. Ndërkohë, në fshat, grupi i ndjekësve të Liridonit kishte mbërritur pranë hyrjes së qytetit. Ata nuk flisnin shumë, por shikimet dhe tensioni i trupave të tyre tregonte vendosmërinë për të rikthyer nusën e arratisur. Lajmet filluan të qarkullonin, disa e kishin parë makinën e dy të rinjve duke kaluar rrugën kryesore, një tjetër pretendonte se kishte ndjekur një hije të dyfish për disa kilometra. Çdo detaj i vogël ishte i mjaftueshëm për të ndezur shpresën dhe frikën njëkohësisht. Në hotelin e vogël, Elira ndjeu diçka të çuditshme, një ndjenjë që nuk e kishte ndjerë më parë. Ishte sikur qyteti i Prishtinës, me rrugët e tij të ndritshme dhe të zhurmshme, po e mbante pezull në një realitet të papritur. Një pjesë e saj dëshironte të largohej edhe më tej, një pjesë tjetër ndjente se nuk mund të ikte pa e përballuar atë që kishte lënë pas. Dhe kështu, nata përfundoi, duke lënë të dyja palët, familjen e Liridonit që planifikonte hakmarrjen dhe Elirën me Arbenin që përpiqeshin të mbjetonin pasojat e vendimit të tyre në një pritje të tmerrshme dhe të paparashikueshme. Çdo hap, çdo frym, çdo vendim që do të vinte në ditët e ardhshme mund të ndryshonte gjithçka. Dita e tretë pas arratisjes filloi me një qetësi të rreme. Në Prishtinë, Elira dhe Arbeni u zgjuan të lodhur, fytyrat e tyre të shtrira mbi jastet të ftohtë, mendimet e tyre duke vrapuar përtej mureve të dhomës. Por qetësia ishte e rreme, ata e dinin që çdo lëvizje mund të zbulohej. Në telefon nuk kishin asnjë mesazh të re, por zërat që vinin nga lajmet lokale po fillonin të përhapeshin. Fotografitë e mungesës e Elirës tashmë ishin publikuar në rrjetet sociale, dhe çdo koment apo gjykimi njerëzve të fshatit po shfaqej si një vrulli i paparashikueshëm, që mund të arrinte aty ku ndodheshin ata. Në fshat, Liridoni kishte marrë një vendim. Ai nuk mund të rrinte më duke pritur lajme. Me disa miq të ngushtë dhe babain e tij, ata morën makinat dhe nisën drejt qytetit.
Zemra e Liridonit ishte një përzierje e dhimbjes dhe zemërimit të papërmbajtur. Çdo kilometër që afroheshi me Prishtinën, i dukej sikur afronte edhe më shumë turpin dhe hakmarrjen. Në rrugë, makinat e ndjekësve rrëshitnin asfaltin e lagur nga shiu, dritat e tyre duke ndriçuar errësirën. Një tension i pashpjegueshëm mbretëronte në çdo shikim të tyre. Çdo zhurmë motori, çdo tyrm i automjeteve të kalueshme i bënte ata të dridhnin. Liridoni e ndjente zemrën duke i dalë nga kraharori, ishte një ndjesi që nuk kishte përjetuar më parë, një kombinim i frikës, zemërimit dhe dëshirës për të rikthyer atë që kishte humbur. Ndërkohë, në hotelin e vogël, Elira dhe Arbeni përgatiteshin të largoheshin. Ata planifikuan të ndryshonin destinacionin, të shmangnin rrugët kryesore dhe të gjenin strehim në periferi të qytetit. Por ndërsa mbanin valixhet dhe përgatiteshin të dilnin, një automjet i panjohur u shfaq përpara hotelit. Zemrat e tyre u ndalen për një çast. Arbeni nxori telefonin dhe pa që ishte një numër i panjohur, por instinkti i tij i thoshte se nuk ishte një telefonat rastësore. Më pas, u dëgjua një trokitje e fortë në derë. Elira mbajti frymën dhe u kthye drejt dritares, duke parë hijet e lëvizshme jashtë. Zemra i rrite me shpejtësi, ajo e dinte që ndjekësit e Liridonit kishin mbërritur. Nuk kishte më kthim pas. Çdo vendim që do merrnin tani do të përcaktonte fatin e tyre. Liridoni dhe babai i tij, bashkë me disa burra të tjerë, hynë në hotel me shpejtësi. Ata ishin të vendosur, fytyrat e tyre të mbushura me mollef dhe dhimbje. Elira, thiri Liridoni me zë të lartë, duke i dridhur muret. Ti nuk do të ikësh më. Por në atë çast, Elira bëri një hap të guximshëm. Ajo u kthye drejt Liridonit, sytë e saj plot vendosmëri dhe frikë. Liridon, tha ajo me zë të dridhur, nuk është ajo që ti mendon. Nuk mund të më mbash në një jetë që nuk dua. Nuk është thjesht për ty, është për mua. Fjalët e saj ranë si rufe në dhomë. Një heshtje e tmerrshme mbretëroi për disa çaste. Liridoni ndjeu se zemra i shpërtheu brenda kraharorit, mlefi i tij u përzje me një dhimbje që shkatërroi. Babai i tij u përkul, duke kuptuar se kjo nuk ishte thjesht një rebelim i momentit, por një vendim i pjekur. Në atë moment, një zgjedhje tjetër u shfaq. Dhuna mund të sillte më shumë katastrofa, ose ata mund të gjenin një mënyrë për të menaxhuar këtë situatë, pa thyerjen e mëtejshme të zemrave dhe jetëve. Liridoni qëndroi ngrirë, duke vështruar Elirën, duke ndjerë humbjen e një ëndre të shkatëruar dhe fillimin e një rruge të panjohur për të gjithë. Arbeni i vendosur u ngrit para tyre, duke i dhënë një shans të fundit marrëdhënies. Ne nuk po ikim për të vrarë ndonjë lloj ndjenje, Liridon. Po ikim për të jetuar një jetë që nuk mund ta ndërpresësh me forcë. Një frymë e thellë mbush oborrin e hotelit. Nata erët, duket se e mban pezull të ardhmen e të gjithëve. Një luftë e brendshme midis zemrave, shpresës dhe hakmarrjes po afrohet, dhe çdo veprim nga ky moment do të shënonte përjetësisht jetën e Elirës, Liridonit dhe Arbenit. Natën e katërt, Prishtina ishte e heshtur, por errësira fshete më shumë se sa drita mund të tregonte. Elira dhe Arbeni lëviznin me makinë në rrugë të ngushta, duke shmangur çdo rrugë kryesore dhe duke kërkuar strehim. Çdo zhurmë e largët i bëhej e frikshme, çdo reflektim dritash në xhami dukej si një shenjë paralajmëruese. Zemrat e tyre rrinin në një ritëm të pakontrollueshëm, dhe çdo frymëmarrje ishte një luftë me frikën dhe ankthin. Ne duhet të gjejmë një vend ku askush nuk mund të na gjejë, tha Arbeni, duke ecur me kujdes me dorën mbi timon. Çdo hap i gabuar mund të na shkatërroje. Elira e shikoi me vendosmëri, por zemra i rrite akoma. Nuk mund të kthehemi, tha ajo. Çdo kilometër që largohemi është një hap drejt jetës që dua. Nuk mund të ndryshojmë atë që kemi vendosur. Ndërkohë, Liridoni dhe grupi i tij kishin arritur në periferi të qytetit. Zemra e tij ishte e përzirë, mlefi dhe dhimbja luftonin brenda tij. Ai e dinte se çdo veprim i tyre mund të ndryshonte gjithçka, por zemra i thoshte se nuk mund të lejonte që Elira të largohej pa një llogari. Makina e tyre e ndjekjes u afrua pas automjetit e Elirës dhe Arbenit. Dritat e frenave i bën ata të dridheshin. Po na ndjeken, bërtiti Elira, duke ndjerë se çdo frymë e natës mund të ishte e fundit pa kthim. Arbeni bëri një kthes të fortë, duke u përpjekur të humbiste ndjekësit. Makina e Liridonit nuk u ndal, duke i ndjekur ata me vendosmëri. Një ndjenjë paniku u përhap mes tyre. Zemrat e të treve rrinin pa pushim, çdo sekondë ishte një test i vërtet i forcës dhe vendosmërisë. Pa pritmas, Elira pa një rrugë të ngushtë që dukej si një dalë e fshehur. Këtu, tha ajo, duke e drejtuar Arbenin. Ata devijuan në rrugicën e errët, duke shpresuar që do të shpëtonin nga ndjekësit. Por Liridoni nuk e humbi shpresën. Ai urdhëroi që makina e tij të afrohej me kujdes, duke ndjekur çdo kthes dhe çdo devijim. Në atë moment, tensioni arriti kulmin.
Ndërsa makinat ecte me shpejtësi në rrugë të ngushta, një shpërthim drite ndodhi nga drita e një automjeti që kalonte në të kundërt. Makina e lirës humbi pak kontrollin dhe Arbeni bëri një manovër të rrezikshme për të mos u përplasur. Zemrat e tyre rrinin furishëm, trupi i tyre dridhej nga adrenalina dhe frika. Liridoni hodhi një hap përpara, duke u përpjekur të ndalonte Elirën. "Ky është fundi," bërtiti ai. "Nuk ka më kthim." Elira e shikoi me sy të mbushur me lotë, por sytë e saj shfashin një vendosmëri që nuk mund të thyhej. "Kjo është jeta ime," tha ajo me zë të prerë. "Unë po zgjedh për veten time. Nuk mund të më mbash në një jetë që nuk dua." Një heshtje e tmerrshme mbretëroi për një çast. Makina e ndjekjes ndaloi dhe Liridoni qëndroi ngrirë, duke kuptuar se nuk mund të detyronte dashurinë. Babai i tij dhe të tjerë shikuan gjithashtu, disa me mëllef, disa me dhimbje, duke ndjerë se një realitet i pakthyeshëm kishte mbërritur. Pa pritmas, një shpërthim tjetër ndodhi. Një prej të rinjve të Liridonit humbi kontrollin e makinës së tij dhe përplas automjetin tjetër, duke shkaktuar panik. Dritat, zhurmat e frenave dhe britmat mbushën rrugën e errët. Ishte një moment i tmerrshëm, ku çdo vendim mund të kishte pasojë fatale. Elira dhe Arbeni përdorën mundësinë dhe u larguan me shpejtësi, duke ndjerë adrenalinën që i mbante gjallë. Makina e ndjekësve mbeti pas, e ndalur nga përplasja. Një farë qetësie u përhap mes tyre, por të gjithë e dinin se pasojat e kësaj nate do të ndikonin në jetën e tyre përgjithmonë. Në fshat, Liridoni mbeti i shokuar dhe i thyer, por brenda tij linte një farë kuptimi. Ai e kuptoi se dashuria nuk mund të detyrohej, se vendimet e zemrës janë të shenjta dhe se humbja sa e dhimbshme është pjesë e jetës. Ndërkohë, Elira dhe Arbeni ndjenin një liri të çmuar, por edhe frikën për të ardhmen e pasigurt që i priste. Natën e fundit, ndërsa heshtja mbulonte qytetin dhe fshatin, një gjë ishte e qartë, jetët e tyre nuk do të ishin më si më parë. Çdo vendim, çdo hap dhe çdo frymë e ardhshme do të shënonte rrugën e tyre përgjithmonë, dhe emocionet që shpërthyen atë natë do të mbeteshin të gjalla në kujtesën e tyre, duke i ndjekur gjatë gjithë jetës. Elira dhe Arbeni e ndjenin çdo kilometër të natës si një sfidë për jetën e tyre. Rrugët e Prishtinës, të zakonshme ditën, tani ishin hije dhe terë, duke i bërë çdo kthes të duket e rrezikshme. Çdo makinë që afrohej, ose çdo reflektim i dritave i bënte ata të dridheshin nga adrenalina. "Po të ndalemi pak, do të jetë më e sigurt," sugjeroi Arbeni, duke parë lodhjen në fytyrën e Elirës. Por ajo shikundi kokën me vendosmëri. "Jo," tha ajo. "Çdo ndalesë është një rrezik. Ata mund të jenë ende afër." Zemra i rrite me shpejtësi, por vendosmëria e saj nuk u ndryshua. Në fshat, Liridoni nuk kishte ndërprerë ndjekjen. Ai dhe babai i tij kishin marrë informacione nga fshinjit që ndodheshin më afër qytetit, dhe çdo detaj i vogël e afrohej më shumë drejt të rinjve të aratisur. Zemra e tij ishte një përzierje mlefi dhe dhimbjeje, dhe çdo sekondë vonuar e shtonte frustrimin dhe ndjenjen e pasigurisë. Grupi i Liridonit ishte i organizuar, por çdo hap në qytet kërkonte kujdes maksimal. Ata e dinin se çdo gabim mund të shkaktonte përplasje të rrezikshme. Liridoni, i mbushur me mlef, ndjej i ngujuar mes emocioneve të tij, zemërimi për tradhtin, dhimbja për humbjen dhe një pjesë e brendshme që po fillonte të kuptonte se nuk mund të kontrollonte zemrën e një tjetër. Ndërkohë, në makinë, Elira dhe Arbeni diskutonin planin për të gjetur një stret të përkohshme jashtë qytetit. "Mund të shkojmë drejt periferisë, ku rrugët janë më të qeta," sugjeroi Arbeni. Por sytë e Elirës ishin të shqetësuar. "Ne duhet të jemi të kujdesshëm. Çdo gabim mund të na shkatërrojë," tha ajo. Fryma e saj ishte e dridhur, por vendosmëria mbeti e palëkundur. Në atë moment, një makinë tjetër u shfash në një rrugë të ngushtë pas tyre. Elira ndjeu panik. Jo, nuk mund të jenë kaq shpejt," tha ajo, duke shtyrë Arbenin të ndryshojë drejtimin. Tensioni arriti kulmin. Zemrat e tyre rrinin pa pushim, duart e dridhura mbajtën fort timonin dhe një ndjenjë frike dhe adrenalina përziereshin në një mënyrë që nuk mund të përshkruhej me fjalë. Liridoni dhe babai i tij shfashën makinat e tyre, duke ngushtuar çdo rrugë dalje dhe duke e bërë ndjekjen një lojë të rrezikshme të kohët dhe të frikshme. Ndërsa i afroheshin makinës së të rinjve, zemra e Liridonit rrite më fort se kurrë. Ai e kuptonte se çdo lëvizje tani ishte një test i vendosmërisë, guximit dhe qëndrueshmërisë. Pa pritmas, në një kthes të rrezikshme, makina e Elirës humbi pa kontrollin, por Arbeni reagoi shpejt dhe shpëtoi nga përplasja. Ndërkohë, Liridoni ndjeu një val zemërimi që po shpërthente brenda tij. Ai ishte në një pikë ku çdo vendim mund të sillte pasoja fatale. Për herë të parë, ai ndjeu se dhimbja dhe mlefi e kishin mbërthyer aq fort sa nuk mund të mendonte qartë. Elira dhe Arbeni u zhytën thellë në rrugicat e periferisë së qytetit, ku rrugët e ngushta, dritat e pakta dhe hijet të pafundta krijonin një atmosferë të tensionuar, pothuajse të padurueshme.
Çdo kthes që merrnin ishte një bazë për jetën e tyre, çdo reflektim dritash në xhami dukej si një sinjal paralajmërues. Elira nuk fliste, por sytë e saj ecnin përtej rrugës, duke vlerësuar çdo skaj, çdo hapësirë që mund t'i siguronte kalimin pa rrezik. Zemra i rrite fort, si të donte të dilte nga kraharori. Arbeni, i përqendruar në timon, ndjente tensionin që përhapej në çdo centimetër të makinës. Kjo nuk është thjesht një ndjekje, tha ai me zë të ulët, duke shmangur një kthes të rrezikshme. Është një lojë e gjallë, çdo gabim mund të na kushtoj shumë. Ai shikonte pas pasqyrës dhe ndjente se makina që i ndiqte ishte gjithnjë më afër, e vendosur të mos lejonte që ata të largoheshin. Në të njëjtën kohë, Liridoni, babai i tij dhe ndjekësit e tjerë, kishin marrë çdo rrugë të mundshme për të mbajtur gjurmët e tyre. Zemra e Liridonit rrite pa kontroll, mlefi dhe dhimbja përzieshin brenda tij, dhe çdo hapi të rinjve të aratisur e bënte të ndjehej sikur po humte gjithçka. Ai e dinte që nuk mund të detyronte dashurinë, por zemra e tij nuk mund ta pranonte dot zgjedhjen e Ilirës. Një moment tensioni ndodhi kur makina e ndjekësve u përplas lehtë me një pengesë në rrugë. Dritat dhe britmat mbushën rrugën e errët. Liridoni qëndroi i ngrirë për një çast, por më pas dha urdhër që të mos ndalonin, duke e kthyer ndjekjen në një lojë të rrezikshme, ku çdo veprim mund të kishte pasoja fatale. Elira e shikoi Arbenin me sytë mbushur me lotë dhe vendosmëri. Ne nuk mund të dorëzohemi, tha ajo. Çdo hap pas është një humbje e mundshme për jetën tonë. Nuk mund të kthehemi. Zemra e saj rrite pa pushim, por guximi qëndronte i palëkundur. Ata devijuan në rrugica të errëta, duke u përpjekur të humbnin çdo shenjë të ndjekësve. Çdo zhurmë e largët i bënte të dridheshin, çdo dritë e papritur u duk sikur mund t'i zbulonte në çdo çast. Arbeni ndjente se çdo kilometër ishte një sfidë për jetën e tyre, një bazë të rrezikshëm që nuk mund të kthehej pas. Ndërkohë, Liridoni dhe grupi i tij ishin më të vendosur se kurrë. Zemra e tij ishte mbushur me mlef dhe dhimbje, por për herë të parë një pjesë e tij filloi të kuptonte se asgjë nuk mund të detyrohej me forcë. Çdo vendim i Elirës ishte i pakthyeshëm, dhe kjo e tmerronte dhe e lëndonte njëkohësisht. Babai i tij dhe ndjekësit e tjerë filluan të ndjenë gjithashtu se çdo hap tani ishte një lojë me rrezik të lartë, dhe çdo veprim mund të çonte në një katastrofë të paparashikueshme. Kur makina e Elirës dhe Arbenit përshkoi një urë të vjetër mbi lum, goma humbi pak grip, dhe Arbeni reagoi shpejt, duke shmangur përplasjen. Zemrat e tyre rrihnin me shpejtësi, çdo frymëmarrje ishte një përpjekje për të mbijetuar. Ata ndjenin një farë lehtësimi, por edhe një frikë të thellë, sepse e dinin që ndjekja nuk ishte përfunduar dhe pasojat e vendimeve të tyre do të ndikonin gjatë. Pa pritmas, nga një rrugë tjetër, makina e ndjekësve u shfash prapë dhe një prej tyre humbi kontrollin. Një përplasje lehtë e krijoi panik dhe britma. Tensioni shpërtheu në maksimum, çdo vendim tani ishte një test i vendosmërisë, guximit dhe qëndrueshmërisë së tyre. Elira e shikoi Arbenin, lotët i rridhnin, por syti ishin të mbushur me vendosmëri. Nuk ka kthim pas, tha ajo. Çdo hap mbrapa do të thotë dorëzim për gjithçka që kemi ndëruar. Liridoni u ndal për një çast, fytyra e tij e mbushur me mlef dhe dhimbje. Ai e kuptoi se dashuria nuk mund të detyrohej dhe që çdo lëvizje tani ishte rrezikshme. Babai i tij dhe ndjekësit e tjerë kuptuan gjithashtu se çdo veprim i mëtejshëm mund të sillte pasoja të rënda. Elira dhe Arbeni përfundimisht gjetën një rrugë të fshehur për të kaluar periferin, duke ndjerë një frymë lehtësimi për herë të parë që nga momenti kur u larguan. Por tensioni dhe pasiguria mbetën, sepse e dinin që kjo nuk ishte fundi, natën dhe pasojat e vendimeve të tyre do t'i ndiqnin gjithmonë. Elira dhe Arbeni u fshehen në një ndërtesë të vjetër industriale në periferi të qytetit. Muret e saj të plasaritura dhe dritaret e thyera krijonin hije që mbushnin çdo cep me errësirë, duke e bërë vendin të duket si një streh ideale, por edhe kërcënuese. Ata ndalën makinën në një obor të braktisur dhe dolën me kujdes, duke u përpjekur të mos linin gjurmë që mund t'i ndjekësh. Elira shikoi rreth e rrotull. Kjo është e sigurt për tani, tha ajo me zë të ulët, por sytë e saj ishin të mbushur me frikë. Por nuk mund të rrim këtu shumë gjatë. Ata do të gjejnë ndonjë mënyrë për të na ndjekur. Arbeni e shikoi dhe e mbajti për dorë, duke i dhënë një farë qetësie. Do të jemi të kujdesshëm, tha ai. Kjo nuk është fundi, por një moment për të marrë frymë dhe për të planifikuar hapin tjetër. Zemra e tyre rrite ende shpejt, por për një çast ndjen lehtësim. Ndërkohë, Liridoni dhe grupi i tij nuk ishin dorëzuar. Ata kishin arritur në periferi të qytetit dhe filluan të kontrollonin të gjitha rrugicat e mundshme, duke kërkuar ndonjë gjurmë të Elirës dhe Arbenit. Zemra e Liridonit ishte mbushur me mlef dhe dhimbje, por edhe me një vendosmëri të çuditshme. Ai nuk mund të pranonte humbjen pa përpjekur çdo gjë. Babai i tij, i shoqëruar nga dy të rinj të tjerë, filluan të inspektonin ndërtesat e braktisura, oborët e errëta dhe çdo cep ku mund të kishte streh të mundshme. Ata nuk mund të jenë larg,
tha Liridoni, duke ecur me hap të shpejt. Nuk mund të lejoj që kjo të përfundojë kështu. Nuk është e drejtë që ajo të largohet pa përgjigje. Brenda ndërtesës, Elira dhe Arbeni bën një rreth të vogël për të shqyrtuar situatën. Arbeni ndezi një qiri të vogël që kishte marrë me vete dhe dritat e zbeta zbuluan fytyrat e tyre të lodhura dhe të tensionuara. Elira mbajti kokën në duar, duke menduar për atë që kishte lënë pas dhe për atë që mund të vinte. Zemra i dridhej, por një pjesë e saj ndjehej e çliruar, duke e ditur se po merrte një vendim që ishte i saj. Ne nuk mund të qëndrojmë këtu gjatë, tha ajo me zë të ulët. Ata do të vazhdojnë kërkimin, dhe çdo vonesë mund të na çojë në rrezik. Arbeni e shikoi dhe e përqafoi ngadalë. Do ta gjejmë një rrugë, tha ai. Duhet të jemi të kujdesshëm, të qetë dhe të bashkuar. Çdo vendim tani është i rëndësishëm. Ndërsa ata përgatiteshin të planifikonin lëvizjen e ardhshme, jashtë ndërtesës, një makinë ndaloi afër. Liridoni dhe dy të rinjt e tij inspektuan oborrin, duke kërkuar ndonjë shenjë. Zemra e Liridonit rrite me shpejtësi dhe një farë dhimbjeje e hidhur mbushi gjoksin e tij. Ai ndjeu që çdo moment i humbur ishte një hap më afër humbjes së përhershme. Brenda ndërtesës, Elira dhe Arbeni dëgjuan tinguj të lehtë të hapave jashtë. Një tension i padurueshëm mbushi ajrin. Ata e dinin që nuk kishte më kohë për të humbur, çdo vendim i gabuar mund të kishte pasoja të rënda. Zemrat e tyre rrinin në një ritëm të pakontrollueshëm dhe çdo frymëmarrje ishte një përpjekje për të mbijetuar. Elira i shikoi sytë Arbenit dhe foli me vendosmëri, ne nuk do t'i lejojmë të na kapin. Kjo është jeta jonë dhe duhet ta jetojmë sipas zgjedhjes sonë. Lotët i rridhnin, por vendosmëria e saj ishte e pakundshkueshme. Arbeni e përqafoi dhe bëri një premtim të heshtur se do të ishin gjithmonë bashkë, pavarësisht çdo rreziku. Liridoni, duke parë se ndërtesa ishte bosh, ndjeu një përzierje mlefi dhe zhgënjimi. Ai kuptoi se çdo gjë nuk mund të kontrollohej me forcë dhe se vendimet e zemrës ishin të paprekshme. Por një pjesë e tij ende mbetej e vendosur të mos dorëzohej, të mos pranonte humbjen, pa bërë gjithçka që mundej. Natën e gjithë peripecive, një farë qetësie e çuditshme mbushi ndërtesën e braktisur, por të gjithë e dinin që pas çdo hije, pas çdo dritë të dobët, mund të fshihej një rrezik i paparashikueshëm. Tensioni, frika dhe vendosmëria ishin të përziera në një mënyrë që e bënte këtë natë të paharrueshme, një moment që do të ndryshonte përjetësisht jetën e tyre. Dita e tretë e arratisjes filloi me një heshtje të rëndë mbi periferin ku Elira dhe Arbeni kishin gjetur stre. Dielli i zbet përpiqej të depërtonte përmes rehave të errëta, por ndriçimi i tij nuk mund të largonte tensionin që kishte mbushur ajrin. Ata u zgjuan me fytyra të lodhura, por sytë e tyre ishin të mbushur me vendosmëri. Të dy e dinin që nuk mund të qëndronin më gjatë, dhe çdo moment i humbur mund të sillte rrezik. Duhet të vazhdojmë, tha Elira, duke ecur drejt makinë. Nuk mund të jemi këtu më shumë. Ata mund të gjejnë vendin tonë. Arbeni e shikoi me kujdes, duke u siguruar që çdo detaj i lëvizjes të ishte i menduar. Zemrat e tyre rrinin me shpejtësi, por guximi mbeti i palëkundur. Liridoni, nga ana tjetër, kishte organizuar gjithçka. Ai dhe ndjekësit e tij kishin mbërritur në periferi, duke inspektuar ndërtesat e braktisura dhe çdo cep të mundshëm. Zemra e tij rrite me mëlef dhe dhimbje, por në të njëjtën kohë një pjesë e tij filloi të kuptonte se dashuria nuk mund të detyrohej. Ai e dinte se çdo lëvizje e Elirës ishte një zgjedhje e pakthyeshme dhe kjo e bënte dhimbjen edhe më të thellë. Kur Elira dhe Arbeni filluan lëvizjen drejt rrugëve kryesore, tensioni arriti kulmin. Çdo kthesë e makinës, çdo reflektim i dritës nga xhamat e qytetit i bënte ata të dridheshin. Makina e ndjekësve ishte gjithmonë afër, duke e kthyer çdo kilometër në një test të vendosmërisë, guximit dhe aftësisë për të mbijetuar. Pa pritmas, një rrugë e ngushtë detyroi të devijojë në një lagje të vjetër, ku shtëpitë e braktisura dhe muret e plasaritura krijonin një labirint të pafund. Zemrat e tyre rrinin pa pushim, çdo frymëmarrje ishte një përpjekje për të qëndruar të gjallë. Arbeni mbajti timonin fort dhe përpiqej të mos humbiste orientimin. Liridoni dhe ndjekësit e tij ishin afër. Zemra e Liridonit ishte një shpërthim mlefi dhe dhimbjeje, ndërsa çdo hap i tyre i afrohej makinës së Elirës dhe Arbenit. Por ai ndjeu gjithashtu një farë respekti për vendosmërinë e saj, ajo po luftonte për jetën dhe zgjedhjen e saj, dhe kjo e bënte më të vështirë dhunimin e lirive të saj. Në momentin që dy makinat përfunduan në një rrugë të hapur, ku qyteti përhapej përpara tyre, diçka ndryshoi. Një ndjenjë e çuditshme qetësie mbushi ajrin. Elira shikoi Liridonin që ndaloi disa metra larg dhe, për një moment, nuk kishte mëlef, vetëm dhimbje dhe kuptim. Unë nuk mund të detyroj asgjë, tha Liridoni me zë të ulët, fytyra e tij e mbushur me emocion të përzierë. Por duhet të dish se çdo zgjedhje ka pasojë. Dhe ti po merr një rrugë të vështirë. Elira e shikoi, lotët i rridhnin, por vendosmëria ishte e pakundshkueshme. E di, tha ajo.
Por kjo është jeta ime. Nuk mund të rri në një botë që nuk dua. Nuk mund të jem pengi dikujt, edhe pse dhimbja është e madhe. Babai i Liridonit dhe ndjekësit e tjerë u afruan gjithashtu, por tensioni kishte marrë një kthes tjetër. Ata e kuptuan se nuk mund të ndryshonin vendimin e zemrës së një tjetër, dhe çdo përplasje fizike mund të sillte pasoja të rënda. Në këtë heshtje dramatike, Elira dhe Arbeni filluan të largoheshin, duke ecur drejt një jete që ishte e pasigurt, por e tyre. Liridoni, i tronditur dhe i thyer, u kthye pas dhe pa fytyrat e ndjekësve të tij që reflektonin një farë keqardhjeje dhe kuptimi. Zemra e tij ishte e thyer, por ai e kuptoi se dashuria nuk mund të mbajë me forcë dhe se humbja është pjesë e jetës. Në qytet, dielli filloi të ngrihej mbi ndërtesat e errëta dhe rrugicat e qeta. Elira dhe Arbeni ndjenin një farë lirie, por gjithashtu frikën e pasigurisë që i priste. Ata e dinin se rruga përpara do të ishte e vështirë dhe e mbushur me sfida, por së paku tani kishin zgjedhur të ishin të lirë. Liridoni u kthye në makinë, fytyra e tij e mbushur me lotë dhe mëllef. Ai e dinte që nuk mund të ndryshonte vendimin e saj, por në zemrën e tij lindi një kuptim i thellë. Dashuria nuk mund të detyrohej, dhe ndonjëherë, dhimbja është çmimi që duhet paguar për të lënë dikë të lirë. Ndërsa nata dhe ditët e mëvonshme kalonin, historia e arratisjes së Elirës dhe Arbenit u bë legjend mes njerëzve, një tregim për vendosmërinë, dashurinë dhe kurajon e zgjedhjes së jetës sipas zemrës. Ata nuk e dinin se çfarë do t'u rezervonte ardhmja, por një gjë ishte e qartë: çdo hap, çdo frymë dhe çdo vendim i tyre ishte i përjetshëm në kujtesën e tyre dhe të atyre që i panë. Në fund, Elira dhe Arbeni kishin fituar më shumë se një arratisje, kishin fituar lirinë për të jetuar jetën që donin, edhe pse e mbushur me pasiguri, frikë dhe sfida. Dhe Liridoni, megjithse i thyer dhe i lënduar, mësoi një mësim të çmuar: dashuria nuk mund të mbahet me forcë, dhe ndonjëherë të lëshosh dikë do të thotë të ruash nderin dhe zemrën tënde. Një vit më vonë, dielli i parë i pranverës ndriçonte lagjen e qetë ku Elira dhe Arbeni kishin ndërtuar një stret të re. Rrugicat ishin të mbushura me dritë dhe tinguj fëmijësh që luanin, por atmosfera që ata ndjenin ishte akoma e ngarkuar me kujtime dhe tension. Një vit më parë, çdo centimetër rrugë kishte qenë një bazë për jetën e tyre. Tani, ata ndjenin një farë qetësie, por nuk mund të harronin kurrë natën që kishte ndryshuar gjithçka. Elira po qëndronte pranë një dritareje, duke shikuar qytetin në largësi. Zemra e saj rrite më ngadalë, por mendimet e saj ktheheshin gjithmonë tek ajo natë, tek vendimi që kishte marrë dhe guximi që kishte treguar. Ishte një ndjenjë e çuditshme, lumturi për lirinë dhe frikë për pasojat që mund të sillte secili hap i saj. Arbeni u afrua dhe e përqafoi lehtë. E di që ka kaluar një vit, por çdo ditë ndjej se kemi bërë atë që duhej, thaj. Sytë e tij ishin të mbushur me dashuri, por edhe me kujdes për çdo vendim të ardhshëm. Ata e dinin që rruga që kishin zgjedhur nuk ishte e lehtë, por ishte e tyre dhe kjo ishte më e rëndësishmja. Ndërkohë, Liridoni kishte ndryshuar gjithashtu. Ai nuk jetonte më në fshatin ku kishte ndodhur dasma e shkatëruar, por ishte zhvendosur në qytet për punë dhe reflektim. Zemra e tij ishte e thyer, por kishte mësuar të pranonte zgjedhjet e Elirës dhe të lironin veten nga mlefi. Ai kishte ndërtuar një marrëdhënie më të shëndetshme me baban e tij, duke kuptuar se ndonjëherë dhimbja është pjesë e jetës dhe nuk mund të kontrollosh gjithçka. Një ditë, Liridoni kaloi pranë lagjes ku jetonin Elira dhe Arbeni, pa u ndjerë dhe pa e pritur. Kur pa dritën e qetë të një shtëpie dhe tingujt e qeshjes së tyre të ngrohtë, ndjeu një ndjenjë të çuditshme qetësie. Nuk kishte mlef, vetëm një kuptim të thellë: dashuria nuk mund të detyrohej, por mund të jepte mësime të çmuara për jetën dhe për vetëdijen. Elira dhe Arbeni kishin ndërtuar një rutinë të përditshme, të thjeshtë, por të mbushur me kuptim. Ata punonin, ndihmonin njëri tjetrin, dhe çdo veprim ishte një reflektim i zgjedhjes që kishin bërë. Çdo ditë për ta ishte një sfidë dhe një fitore, një dëshmi se guximi dhe vendosmëria shpesh sjellin liri dhe paqe. Në mbrëmje, kur dielli perëndonte dhe rrugicat mbusheshin me hije të gjatë, Elira dhe Arbeni u ulën në verandë, duke shikuar horizontin. Elira e shikoi Arbenin dhe foli me një zë të qetë, e di që nuk ka qenë e lehtë. Por çdo gjë që ndodhi na solli këtu dhe nuk do ta këmbej asnjë çast. Arbeni e shikoi me buzëqeshje dhe e përqafoi. Asun, thaj, kjo është jeta jon tani. E kemi fituar lirinë, dhe kjo nuk është gjë e vogël. Në të njëjtën kohë, Liridoni, duke ecur në rrugën e qytetit, ndjeu një farë qetësie që nuk e kishte ndjerë kurrë më parë. Ai kuptoi se ndonjëherë të lëshosh dikë dhe të pranosh humbjen është më e vështirë, por më e çmuar se çdo fitore e detyruar. Zemra e tij ishte e qetë, por e mbushur me kujtime dhe mësime që do t'i shoqëronin gjatë gjithë jetës. Historia e Elirës, Arbenit dhe Liridonit kishte filluar me një natë dramatike, një arratisje dhe pasiguri, por kishte përfunduar me një vit reflektimi, rritjeje dhe kuptimi.
Ata kishin mësuar se liria, dashuria dhe vendimet e zemrës nuk mund të detyrohen dhe se çdo zgjedhje, sa e vështirë edhe të jetë, mund të sjellë një jetë më të mirë nëse ka guxim dhe vendosmëri. Një vit pas asaj nate, çdo personazh kishte marrë atë që kishte nevojë. Elira dhe Arbeni kishin dashuri dhe liri, Liridoni kishte reflektim dhe paqe të brendshme, dhe gjithë ata që i pan ngjarjet e natës Aratisjes kuptuan se jeta është e paparashikueshme, por gjithmonë e vlefshme për ata që guxojnë të zgjedhin zemrën e tyre.